E di që ajo që ka diagnostikon dhe ajo që ka tregon është shumë ma e madhe se dëmet apo efektet anësore dhe normalisht që kur është kjo një gjithmonë duhet vendosim ma mirë me i përballë efektet anësore se sa ta na shkallëm një përgjigje që na je PET-CT-a. Po, a ka ma shumë rrezatim PET-CT-a se një CT normale? Sarand, është e pa diskutueshme që nuk ka efekte anësore më të mëdha se sa. Do të thonë, një CT ka rrezatim njëjtë sikur që e bëjmë në një All-Body CT që kërkojnë, do të thonë, shumë shpesh mjekët specialistë që përcjellin një pacient këtë rast me karcinom. Kështu që qasja e rrezatimit krejt varet për aparatit. Nëse aparatet janë shumë shtresore dhe janë më të sofistikuar, qasja e rrezatimit është më e vogël. Nëse janë më pak të avancuar, atëherë doza rrezatimit është më e madhe mirë, por nuk është më e madhe se sa që bëhet një CT normale. Se në këtë rast na bëjmë një All-Body CT. All-Body çka ne kupton, kërkohet kuka, qafa toraksi, abdomeni pelviki, llogaritë deri te pjesa poshtë e këmbëve, nën pelvik, ju kom poshtë, i bëjmë në rast se kur ka karcinoma të kockave, sepse nuk llogaritet ata si herë metastazat mu përcjell, domethënë te pjesa e ekstremitete. Kur është tumori primar dhe në kockë, atëherë bëhet domethënë komplet bana dhe komt. Kjo bëhet për me kursy pacienti për rrezatimit të llogarit në varet ku e ka karcinomen, a kemi nevojë mi përfshi edhe ekstremitetet e poshtme. Këtu sa për sasinë e rrezatimit që e merr si CT si PET-CT është njëjtë. Mandej shtohet pyetja tjetër, do të thonë materialin radioaktiv, këtë FDG-n që e aplikojmë në atë pacientat, sa ka dozë të rrezatimit. Do të thonë ai material është material radioaktiv që na te pacienti i injektojmë dikon 40 minuta para që ta vendosim domethënë në aparat. Edhe kjo sasi e rrezatimit eliminohet për pacientit mas 24-48 orëve. Domethënë pacienti e mon për dallim prej CT-s, kur sasia e rrezatimit që e morrim, edhe pacienti edhe na si staf që punojmë, e morrim edhe nuk del prej organizmit, te peti, FDG-a kur e aplikojmë, ajo eliminohet. Pra në këtë rast pacienti rrezaton radioaktivitet, mirë po eliminohet mas 48 orëve pacienti është i pastër, kështu që i metet sasia rrezatimit që ka marrë edhe të një CT e zakonshme. Kështu që nuk ka frikë, domethënë kur gjo diçka të frigohen pacienta pse me bën një PET-CT, për shkak se kjo eliminohet. Na ju tregojmë të gjithë pacientave që duhet me pas kujdes, domethënë pacienta që bëjnë PET-CT dhe që bëjnë edhe përdorin materiale tjera radioaktive në mjekësi nukleare, që 48 orë të personat që janë për shembull gradë shtatzana të fëmija, mos me qëndru me ta me një dhomë, ndërsa të personat si kur na që jemi personat të rritur, munen me qëndru në një distancë 1,5 metra, sepse aq mund tjetë radioaktiviteti, dhe më thonë që e liran vetë pacienti, kështu që qëndron ma largë, edhe nuk është të thone që të largotëm, për veti punoj me stafin edhe me ekipin, edhe nuk vendosi për porse. Ata që e morin pacientin edhe dërgojnë, dhe më thonë, në egzaminim, vendosin këtë masat mbrojtëse që i kemi, ndërsa në vetëm qëndroj e majket. Dhe më thonë rrinë në vendin ku e monitorojna, dhe më thonë pacientin për egzaminim, mirë për nuk afrona në distancë 1,5 metra, kështu që asnjëherë nuk vendosi për parse në këto raste. Kështu që nuk ka diçka për mu shqetësu. Shumë e vlefshme është të bëhat, se sa dhe më thonë të egzaminohet pacienti se është jetike për jo vish me diagnostiku, të më thonë për me diagnostiku, mund të diagnostikohet edhe me një CT, një rezonans me biopsi, por shumë jetike me e di që është stadifikimi, që është gjendja e pacienti që ka karcinom. Kështu që normalisht, gjithkone në botë, të më thonë viteve të fundit, parashijet që të bëhet me njëherë në momentin nëse pacienti nuk është diagnostiku, të më thonë, të bëhet PET-CT, por nëse është diagnostiku para se me fillu, të më thonë, kemë edhe radioterapi për stadifikim, me ditë ku është i shpërndam, dhe më thonë sakt, atëherë të bëhet një PET-CT. Mandej të përcjellet me kemoterapi ose radioterapi me ciklat e tyre edhe pas 6 muajve, kështu që mrena vitit preferohet më bë 2 PET-CT-a. Për shkak se një herë dim a ka, nëse ka limfogjendra metastatike ose metastaza dhe pacienti trajtohet, na saktë analizojmë sa shëru, ka raste që tërheqen në tërësi ato metastaza limfogjendra edhe pacienti është mirë dhe mandej mundet me përsërit mas 2 vjet. Atëri varet onkologët tani që shozan.